O ju i thart librave të shajt, ejani, e ta adhurojmë një Zot dhe mos ta adhurojmë askën tjetër pas lartmadhërisë së tij. Ka qenë dashur që të tjerët ta pasojnë këtë islam, por natyra e kësaj feje është që njerëzit mbeten të lirë, të vendosin vetë. Edhe kjo të vendosin vetë ka çmim për ata që përqafojnë këtë din dhe ka çmim për ata që kundërshtojnë këtë din, sepse është i lirë ai me vendosë me zgjedh. E Allahu i madhruar i ka sjell njerëzve argumente sa të dush. Argumente nga natyra që shikojnë njerëzit. Krejt çka shikon insani, të fillu për vetvetes së tij dhe deri në këtë qiell të lartë, e këtë kodra këto male, në të gjitha ka argumente se Zoti është krijuesi i gjithësisë. Dhe s'është një, e nuk ka mundësi me qenë 2, 3, 30 e më shumë, sepse do të ishte shkatëruar dynjaja, siç thot Allahu, po të kishte pas më shumë se sa 20. Ka sjell argumente nga ana që tapet libri të shejt. Këtë Koran që kemi ne sot, pavarësisht ata që din me lexu dhe kuptojnë, apo ata që nuk din me lexu dhe nuk e kuptojnë, por e besojnë, e që janë krejt musliman, madje edhe jo musliman, të cilët e mohojnë e kundërshtojnë, madje edhe ata që e luftojnë, e që bukejt botë atash, mos me të kërkosh, pos disa fëmijë të vegjël. Pra krejt ky milet, ky numër ekstrem i madh i njerëzve e din një sen dhe nuk mund ta mohojnë. Se që ky libër, që ky Kur'an, i cili ka zbritur para 1500 viteve, çka ndryshoi për 15 shekuj? Asgjë. E kush e ruajti atë? Kush e mbrojti? E pse ndryshuan librat e tjerë qiellor para tij? Ku vet i thartë atyre librave e dëshmojnë se kanë ndryshuar librat e tyre. Por të njëjtit ata e dëshmojnë se libri nuk ka ndryshuar. A dul dikush prej njerëzve? A mund ta vërtetoj dikush prej njerëzve, musliman dhe jo musliman, se këtu të arritura shkencore marrëmendse arrin ta sfidojnë qoftë edhe një ajet koranor. Thuaj ndryshe, ta vërtetojnë se ai ajet për kohë sotit nuk bën, i ka skaduar afati. Dhe se pas ka qenë gabim, dhe se pas ka qenë dëm të njerëzimit. Dhe. Keni dëgjuar diçka të tillë? Kur s'kemi dëgjuar. Vëllezër, Allah i madhruar e zgjodhi këtë din. Neve na zgjodhi na bëri pjesëtar të këtij dini. Thuaj nëse dën s'ka i dynjas. Nëse e krahazojmë me vendin ku zbriti Kur'ani, largë është prej nesh. Veçantina atë zaman, kur ka ardhur dini tek ne, ka qenë shumë distancë e madhe. Por Allah është më i madh. Edhe ai nuk e ka zbrit këtë din për një vend, për një lokacion, për një kohë, e as për një shoqëri. Siç kanë qenë fete më hershme, të cilat kanë qenë për një popull, për një gjenerat, për një kohë. Ka kaluar ajo kohë, ka shkuar ai pejgamber, ka përfunduar ai gjenerat, dhe pastaj gjërat kanë ndryshuar. Edhe dini, respektivisht legislacioni. Por një ndryshim i tillë, një gjë e tillë nuk ndodh në fenë e Zotit, në fenë islame. Pra ata i bekuar alayhi salatu wassalam, mes tjera thot: wa kana nabiyyu yubathu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi kaffa. Më parë, pejgamberi u dërgonte tek një popull, sikurse Musa alayhi salam tek Banu Israilet, ndërsa unë dërgohem, jam dërguar të mbar njerëzimi. Të mbar njerëzimi. Dhe i bekuar gjithashtu ka thonë,
se unë jam vula profetve, wa ana khatamun nabiyyin, wala nabiyya ba'di, dhe nuk ka të dërguar pas meje. Kështu që Allah i madhruar në shumë vende në Koran dhe pejgamberi i bekuar në shumë hadithe na vërteton se fe më pas Islamit nuk ka. Pejgamber pas Muhamedit nuk ka. Dhe se kjo fe është përmbar njerëzimin për të gjitha kohërat dhe të gjitha vendet. Andaj në mënyrë obligative kanë qenë të detyruar, respektivisht është kërkuar prej tyre. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. O ju i thart librave të shenjtë, ejani, e ta adhurojmë një Zot, dhe mos ta adhurojmë askën tjetër pas lartmadhërisë së Tij. Ka qenë dashur që të tjerët ta pasojnë këtë Islam, por natyra e kësaj feje është që njerëzit mbeten të lirë, të vendosin vetë. Edhe kjo të vendosin vetë ka çmim për ata që përqafojnë këtë din, dhe ka çmim për ata që kundërshtojnë këtë din. Sepse është i lirë ai me vendosë me zgjedh. E Allah i madhruar i ka sjell njerëzve argumente sa të dush. Argumente nga natyra që shikojnë njerëzit. Krejt që ka shikon insani të fillu për vetës së tij dhe nderin këtë qiell të lartë, e këtë kodra, këtë male, në të gjitha ka argumente se Zoti është krijuesi i gjithësisë dhe se është një. E nuk ka mundësi me qenë 2, 3, 30 e më shumë, sepse do të ishte shkatëruar dynjaja, që thot Allahu, po të kishte pas më shumë se sa 20. Ka sjell argumente nga ana që tapet librit të shenjtë. Këtë Koran që kemi ne sot, pavarësisht ata që din me lexu dhe kuptojnë, apo ata që nuk din me lexu dhe nuk e kuptojnë, por e besojnë, e që janë krejt muslimanët, madje edhe jo muslimanët, të cilët e mohojnë e kundërshtojnë, madje edhe ata që e luftojnë, e që bukejt bota tash, mos me të kërkush, pos disa fëmijë të vegjël. Pra krejt kymilet, ky numër ekstrem i madh i njerëzve e din një send dhe nuk mund ta mohojnë. Se që ky libër, që ky Kur'an, i cili ka zbritur para 1500 viteve, çka ndryshoi për 15 shekuj? Çka ndryshoi? Asgjë. E kush e ruajti atë? Kush e mbrojti atë? E pse ndryshuan librat e tjerë qiellor para tij? Ku vetë i thartë e atyre librave e dëshmojnë se kanë ndryshuar librat e tyre. Por të njëjtit ata e dëshmojnë se libri jonë nuk kanë ndryshuar. Kush e mbrojti? Kush e ruajti? Dhe jo vetëm kaq, jo vetëm nga originaliteti i tij, që ky libër nuk ndryshoi, por edhe një vërtet tjetër,
Kur zbriti Kurani, zbriti në një mjedis një shoqëri ekstrem e pashkolluar, naive, analfabet, në shkret e tirë, thuaj pa asë një lloj kulture civilizimi, për nga ana shkencës. Por me gjithate, ishte i përshtat shumë për qata njerëz, të shkret e tirës, të cilët për ta gjithësia krejt, ishte një deve, një hurme me marrë, me palë, me hurme, me hangër, me pi, kaq. Ke ishte jetë e tina, me kërku kullosat dikuna për shkret e tirë, edhe me ngije kalamajt fëmijët e vetë, me qumë shdeles, deveve, dhe ndo një hurme dikun kaq. Për ndryshe, shkencë, civilizim, harroje, ishte përshtat shumë për ta. Por, shkojnë 15 shekuj dhe vim sot, është i përshtat shumë edhe sot. Për ne, argument për këtë, a dul dikush për njerëzve, a mund të vërtetoj dikush për njerëzve musliman dhe jo musliman, se këtu të arritura shkencore marrëmense, arrin të sfidojnë qoftë edhe një ajet koranor. Thuj ndryshe, të vërtetojnë se aj ajet për këtë sotit nuk bën, i ka skaduar Arafati. Dhe se pas ka qenë gabim, dhe se pas ka qenë dëmt njerëzimit, dhe. Këni ndëgjuar diçka të tillë? Kur s'kime ndëgju? Edhe nëse jetan dhe 1000 vjet, njerëz të fort bëjnë çuditëra, po bëjnë, por librin e Zotit s'mund ta ndryshojnë. Çe, sa mund bëjnë ata? A shef çfarë dini kemi ne? A shef se çfarë libri kemi ne? Në ndoshta shumica muslimanë sot nuk din me lexu Koran. Pastaj edhe ata që shumë që lexojnë Koranin, e lexojnë vetëm sa për në Ramazan ose sa për me bënë e sevap. Një numrit madh muslimanëve ju duket pak sa i rand dhe e laramojnë herë andej e herë këndej. Por prap se prap, Korani është ai që ka qenë betit edhe sot. Kjo është dini jonë. Andaj muslimat kanë me çka të krenohen. Kanë me çka të mburren. Dini jonë nuk është dini insanit. Kujna të teket sabah e akşam, me ndryshu nga një ajet, nga një verset, nga një citat, me fshije me shtu, ose me i komentu si mbas tekeve të ti. E jo. Ka mundësi si përshtatet as kujt, mos si përshtatet as kujt. Krejt ta kanë keq. Dini e ka mirë. Je si përshtatet njerëzve, po se këta nuk e duan. Sepse krejt këta dojnë me ndryshu dini si mbas tekave tyne. E jo. Dini ka me metaj që është. Korani ka me metaj që është. Njerëzët le të vetëdijsohen. Këta duhet të ndryshojnë. E jo Korani. Këta duhet të ndryshojnë. Shembuj të tillë, i madhi Allah në ka sjellë edhe në Koran. Të gjithë dini keni dëgjuar për Ibrahimin alayhis salam. Ibrahimi stërgjyshi pejgamberit Muhammed, stërgjyshja më i vëndshëm, jo më njëherë stërgjyshi, por para arsitina, e pejgamberi stërnip, pas arsitina.
dhe u krenan të thënë të unë jam stërnip Ibrahimit. Ibrahimi a.s. me këtë islam doli dhe ju thaj njerëz, o ju njerëz, këtë fe që kini ju pagane, këta, ju kanë për adhurani, gurin e drurin e tjere, debate sa të dush. Ajo që dua të them, erdhi puna, dhe Ibrahimi a.s. doli kunder krej dynjas. Të fillu prej babës vetë, deri të mretin e mrudhe ati zamani asaj kohë, e i cili dhe konsiderohet prej mbretërve më të famë shumë që ka pasën dë njëherë bota. Doli dhe kunder ti. Edhe nane ati kunder e vladit vetë. Pra Ibrahimi vetën, krejt miletin e anë tjetër. Ama Ibrahimi nuk ka gjynjëzua. Me thonë, shumica është andej, po këthehen edhe unë. Nuk e ka haku e vërteta me shumice me pakicë. Por e ka haku është hak. Ndash me shumicë, e ndash me pakicë. Ne kem përjetu të gjithë sistem vrasht. Dhe shumë prej nesh ka qenë janë të orë familje në rrugë Zotit. Nën antar tjerë prej 10-ve kanë qenë ndryshe. Për shembull Ramazan, ose namaz. Sa familje kemi ne, ku një djala për një vajza ka fillu me agjëru apo më falë, krejt antarët e familjes tjerë, jo që s'en falë, s'kan agjëru për ndoshta dhe kunder. Pra shumica, ja ka mujtë. Pra do të thotë kjetë që ata e kam pas mire kjo keq, jo. Pra pse Ibrahimi ishte vetën, e prind të tina, deri të mreti, deri të populata dhe kejt mileti asaj kohë, i Babilonisë, Irakut atë zaman, ishin kunder, që nuk do të thotë që ata e kishin mirë. Për ata Ibrahimi tha, krejt, ju e keni keq. Jo, tha dhe qka pja dhëroni ju, këta idhujt, krejt një me shku në xhenem. Por Allahu ishte me robin e vetë. Ibrahimi ishte vetën në tokë, ama kishte Zotin lartë në qiell. La ilaha illallah. Për ata kur e hodhen në zjarë Ibrahimin, dhe as një njeri nuk doli me mëshiru Ibrahimin zjarë, as në vetë. Nanës ju dhimt, ama me dale se nana ka ndjenjen e dhimshmërisë si nanë, por me dalë, me thonë qajni ka bëni ju, e ku për juve, i lashin met, pa ma dësh një djallin, as një insan. Ibrahimi tha, unë kam Zotin lartë në qiell. Për ata kur e shkun me lachet, njëra pas tjetrës, e mi thonë Ibrahimit, apo dëdë qaj shi? Jo. E me laqa erës, ata dërgaj një erë e ta fik zjarrin. Jo, s'kam nevoj për ty une. As për ty, as për ty. Dhe tha, o, Zot, ti e një në qiell. E une jam e vetmin tokë që ta dhëroj ty. Nëse dënë ti, une me vdekje më djeg, le të ndodhë, ama nuk ka kush që të adhëron ty më në tokë. S'ka! E Allahu i tha zjarrit, ja naru kuni berden, wa selamen ala Ibrahim. Që ka cek Allahu në Koran dhe tha, mo zjarë, bëho i ftaf dhe shpëtus për Ibrahimin. La ilaha illallah.
E Abdullah ibn Abbas ka thonë, atë ditë, kur Allah e ka ardhuru zjarën mos me djeg Ibrahimin, as një zjarë në tokë Zotit, kujna bukën pjekë s'ja ka. I është pezulluar elementi i nxehtësisë zjarën në këtë dynja, dhe për qatë ditë, zjarë kush përfitu për zjarët nuk ka. I madh është Allah. Pra, pse jenë jo muslimant me shumë se sa muslimant? Pse në që krejt dynjaja kundër Islamit e kundër Koranit? Kjo neve nuk na bën me qenë dëshim dinin tonë. Jo. Neve na mjafton ajo që e cekëm. Na mjafton bindja jonë. Se feja jonë është e vetmja e vërtet dhe e pranuar. Se libri jonë është ai i cili ka zbrit pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse Allahu ka thonë, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne kemi zbritur Kur'anin. Dhe ne do ta ruajmë Kur'anin. E kur Allahu don me ru diçka, e kush mundet me i bë diçka? Pra kur Allah e ka marrë mirësi për me rujt librin e tina, çka mund të bëjnë njerëzit në te? Çka mund të bëjnë? Dhe ja praktika, që 15 shekuj, as një shkrojnë nuk është tu, dhe as një shkrojnë nuk ka paku, dhe as një gjës kuptimin, gjësën fjallin nuk ka ndryshu. Kjo është libri jonë. Kjo është Korani, o musliman, që ne punojmë si mbastina sot. Dhe njerëzve i duket e pakapshme, por për neve Ramazani e pakapshme me najt pa hangër e pa pi, por për neve Ramazani është madhështi. Dhe është mu ky Ramazan, që Allahu e cekin Koran, dhe i tha pejgamberit Muhammed dhe muslimanëve, sallallahu alaihi wasallam, faman shahida minkum shahra falyasumhu, kush ta zan Ramazanin gjallë dhe që i plotson kushtet, sepse mund t'jetë gjallë për fëmijë i vogël, mund t'jetë gjallë për i shtyrë në mosh, ku se mojnë kamp, ose t'jetë pa vedije, e tjerë, le ta agjeron mu në Ramazan. Dhe tha i bekuar alayhi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Agjeroni fillon në Ramazani kur ta shehni hanën e re. Dhe përfundon në Ramazani kur ta shehni hanën e re tjetër. Çka ndryshoi kjo që 15 shekuj? E njëjta. Pra, në përvendet arabe atje kanë dalur në çdo shtet njerëz të autorizuar prej gjykatave supreme të shtetit në vendet të pikat caktuar, vendet caktuara për ta vëzhguar, për ta vërejtuar hanën e re. Për me mbajt fjallën e pejgamberit alayhi salam para 15 shekujve. Bëni iftar, bëni bajram me hanën e re. Fillon në Ramazanin me hanën e re. Atje Allahu tha Ramazanin agjerone. Pejgamberi e ka dhënë kohën kur dhe ne kësa i përmbahemi që 15 shekuj. Ç'a ndryshoi? Çka ndryshoi? Allahu tha prej agimit deri për dimdiellit, s'ban me hangër, s'ban me pi. Të njëjtën gjë ka vepruar pejgamberi, të njëjtën gjë veprojmë ne sot mas 15 shekujve. Dhe këta u ambjellën fëmijëve tonë qysh në djep. 3-4 vjetë e 5 ja ambjellën kokë. Se në Ramazan, pej agimit. E që quajmë ne imsak, deri për dimdiellit, s'ka me shtin gojë kur gja. Që ndryshoj? Asë gja. Në pejgamberi fali 5 kohë namaz me 17 recate farz. 5 kohë namaz, bëjnë 17 recate farz, nëse njëhëm ka një. Çka ndryshoj sot? Asë gja. Dhe kështu me radhë.
Andaj ne jemi thtarë të këtij dini, o musliman. Pra, me këto fjalë, se më duket koha pa afrohet, po, me këto fjalë, dua t'ja kujtoj vetvetes fillimisht, sepse këshilla më e mirë dhe më e sinqert është kur insani ja kujton mas pari vetes. Nga se të gjithë ne kemi nevojë për këshilla. Të gjithë kemi nevojë për këshilla. O i ditëm m'ja kujtu, ose i ditëm me mësu. Pra me këto fjalë, duhet t'ja kujtoj vetes edhe juve të nderuar madhështinë e kësaj feje. Dhe se kemi përse të krenohemi. Dhe se ti si musliman nuk ke nevojë me ul kokën poshtë, po kokën lart. Nga se jena në rrugë të Zotit. E njerëzit në këtë botën kanë fe. A mund të ma gjeni një popull në botë që nuk ka fe? S'ka. S'ka. As kur nuk ka pas. Historia nuk njeh shoqërit pa fe. Tjetër këta që mundohen me mashtru nxënësat, e studentat, e qytetarët me media e tjerë me filozofit e tyre boshe. Se feja është produkt i mendjes së njeriu tek ardhën e tjera të pralla janë. Nuk ka ekzistuar në histori të njerëzimit shoqëri, grup, fis, kabile, e vogël apo e madhe të fillu prej Ademit alayhis salam deri në këtë moment që ka qenë pa fe. Dhe këtë vërtetojnë zbulimet arkeologjike, vërtetojnë historia, kush dush, vërtetojnë librat qiellore. Pra dhe se kanë fe njerëzit. Ani pse nga një herë ai nuk din emrin mjalon. Dhe çka thot jam agnostik. Çaj bie kjo? S'di. Kthehet, si më thon dikuj, ka kibla veç sillet, herë këtan, herë këtan, thot s'di ka kibla. Po të se ka u pudhën në mjegull. Është mjegull ai. Po prapë se prapë ka një bindje se Zoti ekziston. Pa edhe nuk di ç'është më ngjit. Apo nuk dëm më ngjit, nëse ka qep me hungër për i tetanëve. E që hipokrizike, po sa halë përs. Po për vete kanë fundja. Po neve na interesan, s'ka të pa fe. Po edhe që thët jëmë komunist, kush e komunist? Që do me thonë këta? Ateist? Aja mërmendja juve që ka ateistat vërtet. Jo, s'ka. Ja, më s'ka. Harraje. Sepse në vetdijen e vet, dhe këtë të argumentoj, ndash me Koran, ndash me hadith, po edhe me praktik. Në vetdijen e vet, në vetdije, në çdo insan, njeri, e ka bindjen se është një fuqi e madhe absolute. E që është ja vë emrin, kjo është çështje tjetër. Për atë mërën një fëmijë, një sabit pas a lindur, ka pëqejnë një udhes, le të rritet ndash me hajvan me 7 stegra. Apo mid dësdetet atje në udhes, veç me sale me vdeku unë. Kësure kur të rritet që e fëmijë pas taj. Qa do të banaj? A ja ka ma dhuru gurin, ja drurin, ja hanën, ja djellin, ja diçka ka me baj. Sepse nën vetdijen e vetë ka që është një fuqi e madhe, e cila ta qën diellin, ta qën hanën, ta qën shiun, ta sjell natën, ta sjell ditën, të lind, të plak, të vdes, pa vullnetin tën. Pa vullnetin tën, pa dëshirën tënde, për t'i prish planet tua, kur i ke kushtet më të mira, për ta sjell një bela, një sprov, dhe krejt për t'i shkatron për t'i prish. Kjo është një tërshmëri që quan Allahu, fitrat Allahi leti fatara an-nasa alejha. Është një tërshmëri që ka kriju Zoti brenda nefsin, zemrën, mendjen e çdo
insani. Pra komunistat e kanë pasur fjalë goja, ateistat se s'ka zot apo nuk besojnë, por pasha Allahun që ka nalë këtë shi e me desh të lëshan. Edhe ata, kur i ka rrugë zori, kur i ka rrugë smundja, kur i ka rrugë sikleti, kur i ka rrugë agonia vdekjes, e kanë përmen Allahun qatë formen që kanë ditë, edhe buzë që kanë dridhë, po si ka kry punë. Ja, te thu me goj, a di shkën të me thonë fjalla kafir në aspektin gjësor. Fjalla kafir, qafir, i këtë përdojnë në Shqipëni kaur, i bie me mohu diçka që eksiston, që ta ujë eksiston, unë e marrë një perde që së të thëmë që s'ka qape, shekuar nuk ka. Pra ajo është, por unë e pëmundohna me mashtru vetën dhe të tjerë që nuk ka. Kua, s'ka, ja nuk ka këtu. Në aspektin gjëhësor, fjala kafir dhe thëtë që kjo. Për ata kafir i thëjnë natës se mbëllën ditën, e mbëllën token, fakt. Natyra eksistent, barjo, natyra është për mbëllën s'do këtë kur gjë. I thëjnë edhe bujkut, i se lavërën token, sepse qysh është dukshme e këthën e mbëllën. Pra e mbëllën të vërtetën, e mbëllën kryusin, po e mbëllën parasyve tina, po s'mën është duk, po s'mën e mbëllën nga e vërtetën nga eksistenca, sepse Allah i eksiston, të bareke vë ta'ala. Kështu që të dashurit e mi, Islami është fe madhështore, por e që na mungon neve, si musliman, dhe si shoqëri këtu në Ballkan, është vetëdijësimi jonë. Ne pak e njohëm fen tonë. Pak lexojmë për fen tonë. Po, pak e njohëm fen tonë. Neve që Allahu me rahmetin e tina, dhe fakti që është fe që nuk ndryshon, nuk zhduket, që se kom pak ma herët, dhe rahmeti madh i Allahut që ka dash me rujt këtë ding të vendet tona. E i ka rujta musliman për ndryshe, jo që këna bërë do një pun të madhe, e kemi arrit me vetëdijësu mileti ku me ditë sa. Mileti jonë pak e një fejnë e vetë. E për me dashtë Zotin, dohet me njoftë, o ju njerës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, o ju millet, sahabët vetë. Unë e njeh Zotin më mirë se tani jo. Edhe është e vërtet. Zotin më mirë se pejgamberi se ka njoftë askush. Ama kush e ka adhuru ma shumë se pejgamberi Allahun? Askush. Kush e ka dasht ma shumë? Askush. Pra kjo shkon lidhet. Sa ma shumë me njoftë Allahun, sa ma mirë me njoftë Allahun, e dënë ma shumë. Kër e dënë Allahun, e dënë fenë Allahut. Ne kër e duam pejgamberin, e dojmë të dashurin e Allahut. Hasan Basri ju ka thonë, sahabët e thonë pejgamberit, ja Resul Allah, ne dojnë aty shumë. Edhe ne me kanë dashur shumë. E Allahu e zbrita jetin kuranor për ta. Kjo vlen edhe për neve. Kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaje te Muhammed, aty në shokëve tu që po të thojnë se na të duam ty. Thujte atyne, nëse më dëni mua, kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi'uni. Nëse dëni Allahun, pasëm një mua pra. Pra, po thoni dojnë aty, ju dojmë Allahun, pasëm një mua, ju dëni ju Allahun. Kër e dojmë një Allahun, e dojmë Rasulullahin. Kër e dojmë Allahun, e dojmë librën e Zotit. E ja dojmë farzët e Zotit. Pra ta muslimon të dojnë Ramazanin, anë pëse Ramazani lodhë, por është pej Zotit, a farz i Zotit, po. Gjamiat e në urdhër i Zotit mi maru, po. Për ata muslimon, 4 anë të botës, që 15 shekuj,
në kryt e vetë, me morën e vetë, në zemrën e vetë, e kanë xhamijat. Dhe është xhamia pjesë e jetës personale të çdo individi musliman, veçanti mashkujve. Sepse Allahu i ka përmendur, sepse Allahu i dënë, sepse Allahu i ka quajtur shtëpia të Zotit. Dhe kështu me radhë, pra nuk e njohëm fen tonë sa dojmë, sa duhet. Andaj dohet punojmë, o musliman. Sot mundësia është elhamdulillah. Dhuna, presioni, shkaj. Jemi të lirë, falë Allahut. Nëse dojnë e menajtë në gjami i tanë dita nuk të pengon kërkush e vla. Me lënzu libra nuk të pengon askush. Me mësu të vërtetën hakë nuk të pengon askush. A në pse ke bëhet dësa vjetë? Sa dhe ndëgjësha një lajmë, e kam dëgju për herë të dytë këte. Dhe këte për thëmë, mas jenë dësa pleq këtu. Një japonez i lindur në vitin 1891-92. Smuhet dhe shkon në Kinë më mjeku. Po dënë Zoti shkon në një shoqëri muslimane në Kinë. Dhe ta e këshyrin mirë. Dhe dënë Allahu dhe pranon Islamin. Bëhet musliman. Por vitet ecin. Në moshën 60 vjeçare, kujtohet, thot, populli jam nuk din qa o Korani. Pse unë s'ja përkthej Koranin popullit tem? Ja përkthyet me arabishtën. Në moshën 60 vjeçare, ja nisëm mësën arabishtën, e pas të nisë me përkthy Koranin, dhe bën ja 13 vite desa e kryn, dhe ja bjen Zoti, mas moshës 80 vjeçare diku, me u botua qaj përkthimi Koranit, e që është përkthimi parë gjuhën japoneze, me nëzonë këtë gjallë, me tuon 10 vjetë, dhe me vdek 1987 duket. Në moshën 91 vjeçare, sa pe bjen tash. Dhe mu më laje për shtypje. 60 vjetë, mja nisë me mësu gjuhën arabe njëherë, pastaj me hi përkthimit Koranit, për me shërbi popullit vetë. Qala një hajrë popullit tem, nashta dënë Zoti e mësojnë diçka për i Koranit. Sepse mësimi vjen të lexu, të ndëgju, të vetë. Nuk na vjen mësimi si pejgamberit me Gjebraile mi thonë, mja dhoni kallabllak një horia dhe me shku. Do të me mësu fejnë, o musliman. Ani pse ke po 50, 60, 70. Mësa je fejnë, një fejnë tane. Adhoroje Zotin tënë. Sepse fundja, dhe këllet jetë e fundi, se më do këtë erdhë koha, për çka e mi kriju ne? E që është pyetje tepër me rëndësi. Këtë pyetje në shkollë kërkush nuk ja bën kur në zansave. Kur? Pse o kriju insani? Unë nuk desh ta marrë këtë dynja, dhe as ti, të sa pyeti kërkush. Pse erdhëm na? Pse o kryua më vlla? Na pedina pse o kriju delja, e lopa, shkojnë e mi e lumë, kalit i hipum, e përdorëm për luftë, kur është përdorë për luftë, ose në gjesëm e përdorëm për transport. Pedina pse o kriju molla dhe dardha, me hangërna. Që sa në pejdim, po ti pse e kriju si njeri? Për që a kriju njeri jo? Kjo pyetje është më rëndësi, po këto në përshkolla s'ja bojnë njerëzve, në zansave. E Allah i madhrua në cekneve në Koran, në tregam pse në ka kriju. Në njërë që mës me ikë kjo pyetje dhe përgjegja saj njeriut, nga se jeta fletëron. Jeta shkon.
Unë sa dua kujtova një grupe që keme në xhami, në qëtë vend që tu. Vetëm se nuk ka qenë rafsh fush kështu, po ka qenë me luga. Me luga, me 93-ën, në mars, e kam majtë në hytben që të në kam dogur që tu. Dhe kam qenë për herë të parë këtu. Dhe kjo hera e dytë. Zëtën tash e erdha me kujtuat të kaluarën, pasi më bënën ftesën, imami ju Allah i shpërbleft dhe me knacin më të madhe e pranova me ardhë. 93-ta, 2025, sa shpejt shkun? Sa shpejt kaluan? E sa njeri ka vdek? Sa të dush? Sa të dush? Shka në dynjaja? Nuk bën me kalu njeri ju tjeta dhe nuk e din pëse ka arë këtë dynja. A di shka dhe me thonë kje? Me hup shansin më të mirin jetësor që ki njetë. Nuk e din pëse je kriju. E Allahu thot, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Nuk kam krijuar njerëzit e as gjinët për tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Pra e na kriju me adhuru Zotin o musliman. Ndërsa kjo gjithësi është kriju për neve. Ne për Allahun. Këtu lidhja është tepër më rëndësishme ditë njeriu. Lopa, që cekëm pak më herë dhe bota shtazore krejt, e këtu bime këtu male, po edhe këtu rek tashi, për ne është kriju. Dielli ka me të shërbyti qare, s'ka pa linde pa përënduhe, pa të rëzit. Nuk ka qare. Për ata ka në hadith dielli për çdo ditë, lyp leje Zotit me lind. E Allahu jap leje. Dere sa të vjen një ditë ku Allahu nuk jap leje, për e thot, këthau ka erdhe. Dhe atër lind dielli nga perëndimi, e që është për shajave të mëdha të kiametit. Shiu s'ka qare para. Toka s'ka qare pa bë bereqetin. Se o kriju për ne. E njeriu për çka kriju? Për Allahun. Për ata Allahun e përmend të mira neve në Koran. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamian. Allah është ai që për ju krijoi këtë që ka në tokë. E na e përmend tani veç e veç, herë në përgjithësi, herë veç e veç të mira. Të detit, të tokës, të malit, të frytet, të shtas, të baktit atje, tamlin atje, mjaltën atje, hajte. Përmend hajratet mira krijesa për insanin, o ju njerëz, për ju e kum kriju, thot Allahu. E mirë o vëlla, kush keti që krijoi Zoti krejt këtu për ty? Ty kush keti? Kush jeti? Kush po ta merr mendja që jeti? Apo me ditë? Që meritove gjithë këtë privilegj e këtu të mira për Zotit. A nade është do njerë me bo këtë pytje? Nalu bëne këtë pytje vetë vetës në dënja, para se më bëvën. Allah të sen si ka kushtu asë një këkushtën, që këtu të mira ka kriju për ne, por ty të ka kriju për ate. Për ata besimin të kalan të lirë, që thashën fillim këto është madhështia e dinit Allahut. Njeri është i lirë në din. Për ata Allah nuk na dënon neve pse jemi evropian dhe jena në Ballkan dhe jemi edhe jemi. Sepse ai na ka kriju vetë, s'ta ka pyet. Por na shpërblen dhe na dënon për ata që na kalon të lirë, e që është dini Islam, e që është praktikimi i dinit Allahut Azza wa Jall. Ata që e pranojnë dhe praktikojnë e kanë xhenetin. Ndërsa ata që mohojnë dhe kundërshtojnë e kanë xhehenemin. Dhe kur dalin para Zotit, u tregon Allahu. Tabaraka wa taala. Allahu na rujt këtë din ya Rabbil Alamin. E Zoti ju nderoft. E na bën Allah se zatëm, por koha është e tillë që do të më prit derisa të vijë koha, po më duket se ka ardhur. Andaj qohëm bohëm gati dal nga dal.
me fal 2 recate namaz të Bajramit.